Kur presidenti Donald Trump kërcënoi se do t'i tërheqë mbështetjen amerikane Izraelit për shkak të lëvizjes së Tel Avivit për të aneksuar bregun perëndimor të pushtuar, ai goditi në vetë thelbin e politikës së Washingtonit ndaj shtetit sionist, mbështetjen e pakushtëzuar dhe të hekurt. Kërcënimi i Trumpit përkoi me votimin paraprak të parlamentit izraelit, të mbështetur nga aleatët e ekstremit të djathtë dhe ultranacionalistët të kryeministit Benjamin Netanyahu për të avancuar një projekt ligj për aneksimin e bregut perëndimor. Ky hap zemroi SBA-n, pasi Washingtoni kishte frikë se veprimi i Izraelit mund të rrezikonte armëpushimin e prisht që Trump i kishte ndërmjetësuar në Gaza midis Hamasit dhe Tel Avivit me ndihmën e shteteve muslimane dhe arabe si Egjipti, Katari dhe Turqia. Reagimet nga udhëheqësit amerikan ishin të menjëhershme dhe të ashpra. Nëse kjo është një manovër politike, atëherë është një shumë e marrë. Personalisht e marrë si fyerje, thanë presidenti J.D. Vance, duke i referuar momentit të miratimit projektligjit izraelit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, një mbështetës i përjetshëm i shtetit sionist, paralajmëroi qeverinë Netanyahu se ky hap mund të çonte në shembjen e procesit të paqes në Gaza. Një zyrtar i lartë amerikan nuk e fshehu pakënaqësinë e administratës Trump, duke përdorur edhe zhargon për ta shprehur.